Investime online, disa po i thojnë skem piramidale, të tjerët po i thojnë platformat të cilat mund të investoni para dhe ato para shëndrohen në valuta kripto dhe me to ju mund të investoni në një kompani që është dikun Tajikistan, a që është dikun në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a dikun në Dubai, po është një mënyrë shumë interesante se si ne si popull jemi shumë të gatshëm që të investojmë që ato pak pare që i kemë për me i fitu më pas disa milionat të cilat na premtohen. Në fakt, premtime të kësaj natyre kemi pas shumë viteve të fundit në Kosovë. E fundit është kjo me trotinetin me qera, që kinse qenë ka një trotinet që jepet me qira në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me këto para që ne investojmë, ma i më pas të tjerët e marin dhe prej asaj qiroje po merë shumë edhe na pare. Njerëz kanë dhënë qindra mira euro në një periudhë në më shumë se një vit ndoshta, në këtë që po ndryshen jetë edhe si Plus Glide, e fundit doli që në fakt është një platform online e cila po i vjedh shqiptar, po i manipulon me marketing shumë të madh nëpër rrjetet sociale dhe media, me ofrimin e dhuratave super luksoze dhe ofertave të ndryshme të cilat po luajnë nga koha në kohë. Çfarë jemi duke bërë? A është kaq e vështirë të kuptojmë që jemi duke u mashtruar nga njerëz të cilët po përfitojnë miliona prej këtij xhepi, jo çast pasur që e kemi në vendin tonë. Krejt këtë do ta diskutojmë me zotrin Mentor Hoxha, i cili është ekspert i sigurisë kibernetike. Mentor, faleminderit shumë që je sot këtu me ne. Faleminderit për ftesën dhe mundësinë të jem së bashku me këtë panel të mrekullueshëm. Dhe faleminderit shumë dhe natyrisht kemi me ne në studio edhe profesorin Mustaf Kadria, ekonomist, me cilin do të flasim për krejt këtë çfarë po ndodh, me këtë ekonomi të breshtë, me këto rroga çfarë e kemi, me këto mundësi ekonomike çfarë e kemi, që shpejgjel krejt këtë vullnet me investu dikun që hiç nuk e din ku po i lajmë paret. Por do doja që me fillu me juve zotrin Hoxha, e thash që janë bate shpeshta për të mos thënë çdo 6 muaj kemi një mashtrim të kësaj natyre që e merr një platformë, e merr edhe që tjetrën, që tu ishtin paret edhe mandej me që ato paret i fiton milionat. Në fakt, po del që ca po përfitojnë, por një pjesë e madhe njerëzve janë duke ra pjesë e mashtrimeve të kësaj natyre. Më lejeni së pari të bëjmë një konstatim i cili është i vogël, ndoshta po mjaft i rëndësishëm për publikun. Të lutem. Edhe në momentin kur ne jemi duke folur, duke biseduar momentalisht, ka mjaft mashtrime online të cilat nuk kanë dalur në sipërfaqe apo njerëzit nuk e dinë që janë të mashtruar. Problemi kryesor me të cilët luhet në këtë drejtim, luhet po them mashtrohen, është lakmia. Është në natyrën njerëzore kjo pjesë e lakmisë, ndërsa është në natyrën tonë të themi kushtimisht që të tentojmë që të pasurohemi shpejt. Shto këtu dhe idenë ku çdo i dyti, mos them çdo njeri momentalisht bisedon për hapësirën kibernetike, digitalizimin, për mundësitë e pafundme teorike dhe jo praktike, të cilat janë, shto mandej të themi kushtimisht dhe historiet e shpeshta nënthojza të suksesit, ku njerëzit në brenda natës pasurohen, të gjitha këto fryje në bën një ballon jashtëzakonisht të madh ku personat tentojnë që të përfitojnë, tentojnë që mendojnë që duke investuar mendojnë që janë dhe ideja më pastaj për përfitime të shpejta të bazuar në lakmi. E thash në fillim, kam ngritur shqetësimet në mënyrë të vazhdueshme, kam ngritur shqetësimet edhe në media në një kohë relativisht të shkurtër për një mashtrim të nivelit të madh, jo dhe këtij nivelit të themi ku mashtrimi edhe më të madh se ky për cilin edhe më të madh se ky ku po flasim, për një mashtrim i cili ka pasur zyrët në Prishtinë, ka organizuar punëtori dhe workshope, dhe kjo e gjitha po përfundoj këtë pjesën e parë që qytetarët duhet të kuptojnë që ky është vetëm fillimi. Këto janë mashtrimet mjaft të thjeshta. Mashtrimet do të jenë çdo herë më të komplikuara në kuptimin më vështirë që të identifikohen dhe qytetarët do të duhen, jo vetëm qytetarët, por edhe investitorët të ndryshëm, në të ardhmen do të duhen që të konsultohen me profesionët e fushës. Për të marrë me pjesë me investime, nuk mund të bëhesh investues, nuk mund të marrësh pjesë në trade stock, në çfarë do platforme, pa deshur që ndoshta për ata do ndale që të mos them ndonjë platformë dhe në mënyrë të pavedishme të bëjnë ndonjë reklamë të panevojshme, nuk mund të bëheni ekspert i fushës pa pasur një ri bazike ekonomike. Do të thotë në këtë drejtim do duhet të dëgjoheshin këshillat e profesionistëve, nuk mund të bëheni brenda natës ekspert të cryptocurrency,
ku në shumicën e rasteve i them njerëzve, okej, çka realisht jeni duke blerë? Nuk e kanë idenë çka janë duke blerë. Shumica njerëzve thonë, po, aja të cilën të brengos në mesazhin e kthyes që marrim është të njerëzit po fitojnë. Askush nuk është duke fituar, duhet kuptojmë. Dhe vetmit personat të cilët fitojnë janë mashtruesit, jo të tjerët. Ideja e krijimit ku bazohet dhe ajo që fitohet është që teorikisht nëse ju investoni 1.000 euro, ata për të legjitimuar mashtrimin dhe ju jeni duke fituar, ata të japin 10 dhe një 30%, për thonë, okej, kjo është fitimi juaj. Realisht, ju nuk jeni duke marrë fitimi, ju jeni duke marrë 10 dhe një 30% të parave tua të investimit për të shtyrë këtë mesazhin e mashtrimit ku skemat piramidale janë të bazuar, mendoj profesori mund të na jap detaje më profesionale. Skema mashtrimit e njohur si Ponzi skema është ku personi parë mashtrohet dhe merr të themi 1% të fitimit dhe thuhet ju mund të përfitoni nga çdo person tjetër që sillni. Dhe ju pastaj fitoni 10%, po në asnjë rast se duhet të kalohet, do thotë nëse merrni 10%, duhet t'i mashtroni edhe 10 të tjerë për të marrë minimalisht shumën tënde të investimit. Do thotë është një skemë mashtruese ku personat përkundër faktit që ju thuhet që jeni duke mashtruar, kam pasur vetë një feedback të tillë, ku ka thënë po, por njerëzit janë duke fituar. Do thotë kjo është një mesazh për mua mjaft dekurajues ku njerëzit në mënyrë të vetëdijshme futen në skemat e mashtrimit me idenë që, okej, unë do fitoj, ndoshta tjerë do të digjen, po unë do të fitoj. E qartë. Profesor, si e shihni krejt këtë? Për fillim, mos më mango me i komplimentu me që ky fillaj. Mentori, padyshim kur ki do thotë bashkëbiseduesen, kushtimisht në nivel që tek e fundit është mendimi që kur janë mendimi shëndosh dhe i kompletuar me familje dhe sinkronizimi është i qartë, po ashtu edhe moderimi juaj, emisionet, gjitha diçka edukues që është vlerësoj i nevojshëm edhe për opinionin, sepse për këto emisione edhe po ka nevojë opinionin, sepse si emisione toksike për fat ju të mirë pa i njëru, vetëm po dihet efekti i tyre, impakti i tyre, por në këtë rast mentori vetëm i hapi pistat që do të thotë rreziku dhe është diçka që e ardhmja nuk do të jetë me një mënyrë më sigurt, por vetëm çka do të përshkallëzohet ky problemi. Këtu është që vlerësoj që organet kompetente qeveritare përmes ligje, përmes mekanizmave, kushtimisht sa më shumë të jenë në krye të detyrës që në fakt të kontrollohen sa më shumë, sepse kjo është një rrezik. Mentori e quajti si skemë piramidale dhe jo. Në ekonomi është një term tjetër që quhen edhe fluska ekonomike, që sigurisht se fluskat e detit janë momentin e saktuar plot, po mas një kohë nuk i shef atë. Edhe këtu në ekonomi quhen këtë formë përderisa nuk ka anë ligjore, nuk ka mekanizëm që i kontrollon, nuk ka institucion dhe prap nuk ka organ kompetent gjyqësor ose prokurori që me pas bazë për mi përndjek, sepse momentin ata që janë pa identifikueshëm, është prej tyre mos prit, ata janë spekulant të llojit vetë që e përmendën mentorët që kush fitojnë vetëm ata. Sepse kur e çaroj boll mirë, po që përmeshtu edhe pak më shumë, që ta nxit edhe në atë kuptimin edhe inteligjencën ekonomike që në momentin që i shtyn paret i sigurisht milion bankë, edhe në bankë milion 2% banka t'i jap me mënyrë që ato që investon ai po t'i jap. Aq më shumë të ndihmi i njeriut që apo marr diçka atë, jep më shumë. Edhe tjetër duhet më shtu që këta diler, këta qëntregje, kuptoni që ato që përmendën disa qendra si Dubai se ata, përderisa ata luajnë me shifra trilionëshe, se le këto bilionëshe, miliardëshe, që aq shumë kanë fare. Ata edhe nëse të joshë, nëse të tundohen me këto farlerë në si shtin, mund da merë me menë kursimet tonë në 1.000 euro, 500 euro, 2.000 euro, edhe dhe thët një rajoni, si që është Balkani, për shumë mëna një muaj ose mëna një viti, gjithja merë. Edhe njëherë ju lëshon pare, edhe këtë ta lëshohen në ato tregje, me sa onë për e kuptën nga logika ekonomike. Dhe në moment se këtu në sistemi ty në veç t'i blokon,
edhe me një fanyrë kush po përfitojnë ata që edhe plus tjetra, mos harrojmë se në tregjet financiare, aq sa i kemi mësu, po edhe që i kemi legjëru para studentëve, edhe me marrë pjesë në qenë të një kompani shumë e fuqishme në Kosovë. Nëse ti do në mi fut aksionet nivel botëror, gjithmonë është EU dhe që ti me pagu kompani specializune që e njohen atë lami. Sepse nuk do thëtë nëse je ekonomist apo diqka, nëse je biznesmen i forë në dërtema apo ku ta dione, me njohet atë lami, sepse është shumë e ndjeshme, sepse dinamika nëse ore që mos të gabën në term, është supersonik, nga ona levishmeria shumë e shpejt. Edhe ata nuk ju vynë shumë shkollë, për ju vynë vetëm me qenë para aty në monitorav, edhe levizin, e për cilën levizin nivel botëror. Ta shtë në këtë rast këta, për fat jo të mirë, ma nuk pekem armikun që shifet. Po pekem në qërë mrena vetë vetës, mrena pajisis tonë, po i fusëm ato pak kursime, që për muj, unë nuk e di, unë jam eduku nështë adhe si njeri, po edhe nga una shkollimit si ekonomist që nuk gudzon, diqka me vepru pa pos onën ligjore, mbulimin ligjor, mekanizmin shtetëror, sepse përderi sa te nuk i një bankë qëndrore, që të mbishur për shumë, me hap një bankë komerciale, se një kompani të sigurime, ti du me pas se pare kapitalin, sepse dhe sot me shku në RBK, muna na me mentor me registru një bankë. Por e minjerë ta kërkon Fedbekun, sa pare ti du me dëpunu në bankë qëndrore, që nëse ti ikë, pra ti mes milion kesh klientelin tonë. E këtu shifet që kjo është riziku madhë, por që a ka mundësi për mu mashtru, po pa dyshim, sidomos këto pa rajonet, sepse ata janë njerë shumë specializu në këtë punë, ata nuk tentojnë vendet që janë shumë ngritër, apo për shumë në rajonet që janë Balkani, apo diçka, në fakt i kanë si target, edhe prej aty në mos pritë edhe mshirë, por që unë gjithmonë jam për aton që shteti, sepse për dëri sa për fatë mirë, sa kemë shtetë, kushtimisht i kemë disa mekanizma që me kry detyrën e vetë, oraj që në këtë drejtim dhe veprojët cilë aqë sa dinë dhe sa mundin, por që edhe mentore përmendi që a do t'jetë sviduse, do t'jetë shumë sviduse, por a do të dërzome edhe mu dërzu nuk banë, sepse tash ne është vlerësoj që është jetike se mës t'ju ndërpredh ju. Sepse këto situata ka mësirë, nështë dhe sikur se këto fare që po këto fajdit. Ka marrë deri me një pikë që dikush nështë dhe me a vendos vetit litarin. Do thotë tani ka lënë problem social kjo punë, që më të vërtet shtetit do të më ndonë me rujtë faktë qytetarin e vetë. Dhe po du me mbet të shteti, të institucionet gjithja. Po besoj, mentor, nëse veç e shohim, nëse flasim për këtë të fundit, pra këtë trotinetin me qira që kemi investu kove të fundit, pat një super promovim si diçka jashtë zakonisht e madhe, jo shumë muaj më parë, në një zonë jo shumë larë kërë qytetit, pat loj shpërblyse, më pas u këthy kjo loja shpërblyse, u ngrit, si me thonë, shuma që duhet investuaj dhe përfitimet. Me një fjallë, u hapën zyre në pëthuaj se shumë qytetet Kosovës, përshirë këtu edhe krye qytetin, zyre që cilat sot po t'i shojmë janë gjitha të mbyllurat. Pra, doli shumë si përfatsisht, shumë balë hapur, si kur po bëj një investim jashtë zakonshëm në vendin tonë. Dhe mbrenda 24 orësh, të gjitha këto mbyllën, të gjitha këto oferta ranë poshtë, dhe askush asgjë nuk je përveç njerëzve të cilët kanë investuar shumat mëdha e po i qajnë hallin e dertin mes vete. Dhe nëse ne shohim rrjetet sociale, shohim një numër të madh të njerëzve të cilët flasin për investimet të cilat ka bërë dhe për shqetësimin jashtëzakonisht të madh dhe siç e tha edhe profesori dhe një problem social, kjo po shndrohet që është e vërtetë. Realisht ne kemi një histori të dhimbshme që ka ndodhur me skemat për medalje në Shqipëri. Dhe të lufta sociale është mjaft shqetësuese. Ne po ndalim në atë që e theksova pak më herët, do të kuptojmë që gjerme tani ne jena ballavaçuar me mashtrues të nivelit lokal. Kemi pasur mashtrime kryesisht sextortion të nivelit ndërkombëtar ku ka qenë kryesisht Republika Jugafrikane, Afrikane të ndërlidhur, jo rastisht përmendat Tajikistan, kuptimin që thjesht po thuhet që është me një vend që ka ato kanë qenë dhe janë ende aktive, po me nivel
të vogël të mashtrimit, të them ku personat e targetuar. Kemi targetimit të mashtrimit të nivelit më të lartë ku është kërkuar 20.200 euro të personat ndryshëm kryesisht prapë me sextortion, dhe tani kemi zbritje të nivelit të themi ndërkombëtar. Të themi ndërkombëtar, kemi pasur, nëse s'gaboj, zbritje të një mashtruesi austriak, nëse s'gaboj, nëse më kujtohet drejt, dhe kemi mashtruesi të fundit të cilët janë, të themi, kushtimisht të Amerikës. Atë që theksova... Ashtu thuhet, se kjo do të thotë që domosdoshmërisht janë prej atje. Jo, domosdoshmërisht. Do të po flasim për një përshkallëzim të mashtruesve. Gjatë kësaj kohë më kujtua, nëse s'gaboj, qeveria gjermane i ka hupur 1.5 milion euro nga mashtruesit të cilët kanë shitur maskën kohën e Covidit. Dhe të thotë, pjesa mashtrimit, shpresoj që nuk mrrim në nivelin ndërkombëtar, mashtruesit janë të niveleve të ndryshme, dhe kjo ekspertiza, të themi, edhe identifikimi tyre ka me qenë një sfid e vazhdueshme për qytetarët e Republikës Kosovës. Nëse para shumë viteve... Si ta kuptojmë në tërë që ne po bëhemi prej këtyre mashtrimeve, sepse këtë qëllim... Aty po du më dalë, dhe para shumë viteve, po flasim para shumë viteve, sepse tani është deputet, ka qenë moderator, i thash, ne nuk jemi cak momentalisht i sulmeve të ndryshme në kredit kartela, se s'kena parë në kredit kartela. Dhe thot, momentin e parë që ke parë në kredit kartela, momentin e dy që je online, dhe mësosh, ne çdo ditë më shumë jemi online dhe në blerje. Dhe momentin e parë që je online në blerje, pastaj mësosh teknikisht edhe të bësh investime. Dhe ne jemi bërë treg, i kemi qenë, gjithmonë, momentin e parë që je në hapësirën kibernetike, kufit fizik nuk ekzistojnë, mund të jesh cak i sulmit i çdo personi në gjithë globin i cili ka qasje në internet. Bashkëpunimi me elementin vendor e bën që ne të jemi shumë fishëm pastaj të lëndueshëm dhe të mashtrueshëm. Por i theksoj, dhe në momentin kur jemi duke biseduar, qytetarët e ndryshëm mund të jenë pjesë e mashtrimeve. Para disa muajve kam pasur bised me disa persona të cilët kushtimisht kanë investuar në një aplikacion, kanë hyrë në aplikacion, kinë se kanë kryer taska, që kanë qenë komplet mashtrim, dhe kanë investuar me mjera. Edhe ajo ka qenë më pastaj si një këshill gehejmetiv, gjermanisht thonë këshill e fshehet nëse dëshon më investu. Mashtrimet dhe momentalisht ku po flasim, kërkoj ndjes që për i theksoj, por i theksoj për qytetarët, të kenë parasysh që brenda natësh nuk bëhesh ekspert i fushës, nuk jep askush dhurata. Momentin e parë, Flamuri Kuq është gjithmonë, është në anglisht too good to be true. Çdo ofertë e cila është shumë e mirë për të qenë çdo ofertë e cila është shumë e lirë. Duhet të keni parasysh që mund të jetë një mashtrim. Kjo është shumë e lirë, po them, po e vazhdoj dhe me tutje, dhe në tregjet, dhe në shitore, në cilën do shitore. Ku do shkoni? Nëse një çmim është shumë i lirë, i kisha lutur që të keni kujdes, ndoshta mos e bleni fare, sepse ka skaduar, ka ndruar datën, e tjerë. Në parim, çdo ofertë shumë e mirë, se kemi një gjella letë të djekë busta, se qorba letë të djekë busta. Që me qenë më korekt. Profesor, pse është ka që letë me u bo prej e një mashtrimit të tillë? Për shembull, këtë të fundit, unë personalisht kam njohur njerëz të shkolluar, njerëz të edukuar, njerëz që bëjnë punë shumë të dha dhe investojnë shumë në punën e tyre, kanë qenë të gatshëm me 2-3 konsulta, me i dhënë shumë të madhe të parë. E kemi kaq në qef me fitu lehtë pare, edhe më pas nuk i mendojmë pasojat, si është kjo punë, si është shihni ju? Këta e hape shumë edhe në këtë temë dhe për mu ka qenë shqetësuese, por që disa akterë politikë që kanë pozicione edhe ministror, po dhe lider partije, do të kanë investu në kësi lloj tregje. Po se po flasim për njerëz me ndikim në shoqëri, të cilët më pas kanë ftuar të tjerë që të bëjnë pjesë e referencë para tjetër. Po pra. Por që në këtë drejtimën për mu është e papranueshme dhe në fakt
qërë përderisa ata janë ligjvëndës, përderisa ata janë ekzekutus nivel dhe qeveritar, dhe në fakt pa pos këtë bazën ligjore, pa pos legjë si me funksionu, që përmenda më herët, dhe sot dhe thot, ata me fut të përloj të rejzës, sepse të këpundit, nështë ta për dikon që ka dhe të hyra, pëse bu 2 mjerë, 3 mjerë, 5 mjerë... Sepse realisht kemi edhe njerës të cilët kanë përfituar për këtë kësaj. Por është problemi që masa gjanë dhe thot mundet me ra prej e kësoj reference që del kjo fol dikon media. Me një familë është nëzitje për të, për derisa aj do të ka investu kush jam unë. Edhe kjo një farë lojë të ndimi kështë në vetë vete, dhe që tha këshil e fshet, që unë po flasë nga una ekonomike, nuk ka asë një logik dhe deri sot, asë kush nuk është pasuru dhe nuk e ka mojt atë nivelin, që me thonë, standart të nivelit zhvillimit, do thot pa pos pun, pa pos aktivitet ditor, do thot i pa pos punëtor, pa pos kapital, që do thot me pos gjithmonë sfida në vetë vete dhe plus e kia të problemet si po dalë, do thot në fund vitit, nërsa të këto me një familje pasën nuk ka asë një logikë, sepse vetëm një diçka gjithmonë du të me fillu nga aj parimi që askush nuk më ndonë për ty. Si cili më ndonë për vetë vetë. A nisën nga kjo që po thoni, profesor, më falë që po ndërprej. A do duhet që shteti, institucionet, të dalin me propagandë në të mirë të popullit, kuptimin me video promovuse. Nuk kanë dalë asë njerë. Të dalin dhe të flasin më shumë, sepse si kur mungan një vetë djesim qytetar rreth problemeve të tilla, sepse e ta edhe mentori. Ato ndodhen edhe deri sa ne po flasim. Për deri sa njerëz janë, do thot me background të politik, fakt ata deklaron shumë hapër në për medium më ndryshme që po në me një fantash nëzitja. Por që në këtë drejtim oraj që mu deklaru edhe për me dalë antipropagand nuk di që ndalë. Deri më sot organet... Sa është të rëndësishme të dalë? O shumë rëndësishme edhe në fakt du të me bëthirë edhe me një fanyrë mja të rjekë vërejten edhe ata që mirën që nëse me një fanyrë ju bjenë gjuhë në shtetit do t'jeni në pranga, edhe do t'jeni në brapa grilla. Por që deri më sot nuk ka ato. Nuk di që ka dikën të... Për të kontribuar në këtë drejtim, unë kam bërë thirrje disa herë në shumë raste që BÇK-ja të shtrijë ndikimin e tyre tek bankat dhe institucionet tjera financiare për marrjen e masave të duhura. Është e pabesueshme, do thotë njëri nga filtrat nuk ka funksionuar. Nëse një qytetar i cili nuk ka asnjë funksion, nëse bën një deponim 10.000 euro, është një red flag i cili me pastaj tërheq një muri mekanizmash për të parë çka është duke ndodhur për të. Nëse root cause analysis, do thotë këtu ka mjaft punë. Edhe është një rast i mirë si për BÇK, si për institucionet tjera financiare, për të shikuar pse nuk është ndërmarrë asnjë aktivitet juridik në bazë të protokolleve, politikave, procedurave të brendshme, kur qarkullohet një mëri, një sasi e madhe parave, nuk është ndërmarrë asnjë kontroll dhe lehet të eskaloj në nivelet e tilla të mashtrimit pikërisht në mungesë të funksionimit të këtyre mekanizmave. Do duhet BÇK-ja të rishikojë të gjitha procedurat, politikat, SOP-set e tjera që si ka ndodhur, si ndodhë që një qytetar i thjesht të ketë kontrolla të shumëfishta për një 10.000 euro i cili deponon dhe këndej qarkullojnë në 100.000 euro dhe askur s'mirët me to. Unë mjërëse që dikush e ka mbyllë njërin sy këtu, sepse së pari ti duhet më regjistru si biznes. Kur regjistrosh si biznes, ju përmendet këto qendër, këto zyre që në hapë. Do të me pas dhe thët edhe firmë, edhe vull, edhe me qenë dikush pronar. Po ashtu edhe llogari bankare, nëse dikush ka kalu parat aty, me një mënyrë do të me qenë një llogari në kuadër disa banko komerciale që janë në vend. Pra do të mu identifikua ajo. Dhe jo tash unë për t'i marrë parat e ditën e mirë bashkë. Edhe këto, më vlerë se që dikun ai zinxhiri shtetëror është këpun. Plus pak një promovim të madh gjithandej.
Me që po ndodhen këto, unë kam drejt me dyshu. Po pra. Edhe do të ngrisim dyshimin që dikush do të mirë me këtë punë, sepse dikush, si me thonë, është duke u hapat atë terene që ata të funksionojnë. Sepse më thash, asë një biznes edhe tjetra, edhe nëse kanë hapat ata biznes, kër registron në ARBQ biznesin, i kja të pika të aktivitetet. Unë vlerësoj që në kodrë që aty në pika të aktivitetet, nuk ka pika deri me sot që me kry kësi lloj pune. Mund është me hapë dishka për mikrofinancë, për bank, për kompanitë sigurime, kontabilitet, logaritar. Unë se kam përvoj sa i kum pa. Po në këtë mënyrë nuk ka. Tash, me një mënyrë ty do të në bazë ligjore, se me në edhëzim, më ushtu të ARBQ-ja një disa pika që mundet më hapë dhe më ditë që ka po bëhat. Po shleqet, nëse ne bashkë pikrish për këtë çështje, ka shumë vite që kemi ngritër, por ngrisim prapë pjesa e cryptocurrency-ve nuk është mbuluar me legjislacion. Jo. Nuk është mbuluar fare dhe përkundër faktit që s'është mbuluar, kemi zyrë. Është vetëm kështu në... Nuk kemi... Nuk ka legjë vetëm është se si quhet me kjo ende që nuk është legjë. Dishka... Draft legjë. Shka nuk ka rëndësi, më sa dush draft legjë, nëse nuk ka kaluar në parlament dhe nuk është publikua në gazetë nëse nuk është kriju mekanizmi që për me kontrolu. Ne kemi pa dashur të ndikoj pozitivisht apo negativisht, ki momentalisht aktivitete biznesore të cilat funksionojnë të drejt për drejt me cryptocurrency dhe ato janë jashtë mekanizmi qytetar. Po përmendi për një element të cilin e dim të gjithë, do thotë në këtë drejtim, boshllëqet në këtë boshllëqet ekzistojnë dhe janë dhe mashtruesi normalisht i shfrytëzojnë. Unë pjo tham që një përvojë, ne si profesorë kemi të obligune edhe me i publiku punimet shkencore në platforma sa ma prestigjioze dhe kushtimisht janë të shtrenjta. Unë për vete, duke u lumtu diçka, më ka lajmëru vetë një profesoresh, diçka ka Indonezia, edhe ma dërgon adresin që kosh, kur fut në adres për mes me. Ma dho ka adres, vish mund është me morës me menë sa është nivelli ty në mashtrës. Ma lidhë këtë me një dhoj, si me thonë kësi garajë që regullon veturat. A thë jam profesorish fakulteti, alamet fakulteti profesorët. Ose se aj që t'ka dek një kushere, po t'i që në të parë. Po, ato që beso edhe në ato, regullisht nuk ka një patar një qësi konfirmin prej Turqis, një, ato është në kanë mirë do pare, një apër mi juj. Po, unë e pata një atë zvitë, se fundi. Kështu që unë e diçka, konfirmimi, unë vlerësoj që shteti do t'i ketë mekanizma me një familë me akreditu, me i licencu, mo dit me pos adres, more, do t'pa pos adres, do t'ot, a i ti merë paret. Edhe thash, me hap një bank, me hap një kompanitë sigurime, ti nuk mund është pa pos kapitalin në fakt investus. Dhe këto pa posi që ti merë, unë mërë shemlën që në Shqipëri do thot ne kim shemlën matë afer, që do të ka pasë luft qytetare dhe jo pak luft qytetare. Si pasoj krejt, diçka e të gjatë të njëshme. Unë e di që ka dhe shumë për të folë, por unë du të besoj që kjo bisedë që patëm, të paktën ti bëj njerëzit të mendojnë në raste të tilla, sepse është kogja sfiduese të pasurosh mbrenda një nate, të marrësh qindra mijëra euro mbrenda një periudhe shumë të shkurtër, pa pikën e ndjersës që thuhet, pa pikën e mundimit. Kështu që unë du të besoj që të paktën ky emision, kjo bisedë që patëm sot, t'i bëj njerëzit të mendojnë në rast se kanë të tjera thirrje, sepse nëse flasim për këtë që falem për këtë trotinetin, aty tashmë veç është një thirrje tjetër që të futemi në një grup tjetër se na ka dalë një problem me hakerat të zonë të Rusisë o ku di unë. Pra, thjesht uroj dhe shpresoj që ky emision, kjo bisedë sa do pak të ketë ndiku në vetëdijsimin e qytetarëve tanë. Shumë faleminderit. Po shfrytëzojmë emisionit i bëjmë apel BÇK-s që të rishikoj nëse mekanizmat e saj kanë funksionuar, nëse nuk kanë funksionuar të vendos mekanizma dhe mekanizmat nuk vendosen pa politika dhe procedurë në këtë drejtim të qytetarët. Ju bëj apel të kuptojnë që momentalisht, por edhe në të ardhmen nuk mund të përfitohet shpejt shumë pa bërë asgjë.
keni parasysh gjithmonë të mos jeni prej mashtrime, konsultoheni jo me persona me emër, po për konsultoheni me persona profesional. Në gjithë botën shfrytëzohen figurat publike për të qenë pjesë e skema mashtruese, dhe kjo s'ka ndodhur ende në Kosovë, po të ndodhë shumë shpejt besoj. Shumë faleminderit për kohën që ndash që do të. Faleminderit shumë profesor.